Është një pakënaqësi shumë e madhe me ligjin e pagave, pakënaqësi që është shtuar me vendimin, po them të ngutshëm dhe jo korrekt të qeverisë Kurti për atë ngritjen ironike të koeficientit nga 105 në 110. Ne kishim bërë kërkesa të shumta, qoftë si Zbashk, qoftë si BSPK, drejtuar kryeministit Kurti, ministrit Murati, zonjës Nagavci, që të kenë kujdes sepse ka pakënaqësi me ligjin, por ne kemi pasvarë shpresat se do të ketë një lëvizje shumë më të dukshme të koeficientit. Kemi pritur dhe kemi kërkuar me shkresa që ngritja e koeficientit jetë spaku 130 për këtë vit, e cila ngritje nuk do t'i bënte më të pasur mësimdhënësit. Pakënaqësi e madhe është vetë fakti se u bën një ngritje ironike, nëse e përkthejmë në para, i bjen se me këtë lëvizje qeverisë ngritja mesatare në arsimin përgjithësor është vetëm 28 euro, që është ironike dhe jo pak nga mësimdhënësit kanë thënë është mirë të mos i marrim fare. Ka kërkesa të vazhdueshme për përmirësimin e kushteve të punës në shkolla dhe ne kishim një takim të radhës të shtunden me kryetarët që përfaqësojnë gjithë arsimin që nga qerët në universitet, dhe ata na thanë se kanë filluar të dëgjohen kërkesa se dialogu nuk po jap rezultate, gjithsesi po mungon, edhe se është mirë të mendohet çka tutje, dhe kur nuk ka dialog e çka tutje nën kupton veprime sindikale. Unë jam i bindur nëse kështu vazhdohet, ne do të bëjmë gjithë përgatitjet gjatë prillit me antarësinë dhe me 1 maj, që figurativisht është dita e punëtorëve në gjithë botën, mbase mbahen protesta të ndryshme, edhe ne do të jemi në protestë. Uroj që kjo protestë mos të jemi vetëm Zbashku, po të jetë në kuadër të BSPK-s, dhe me 1 maj do të jemi në një protestë, mendoj ndoshta jo shumë masive, po me kryetarët e shkollave, me kryetarët e shoqatave sindikale, me kryetarët e nivelit komunal dhe me kryesinë, dhe do të jetë sinjali i parë dhe do të jetë momenti kur ne veç po fillojmë me veprimet sindikale, të cilat pastaj kam frikë se nuk do të ndalen, sepse antarësia do të kërkojë edhe një veprim tjetër dhe një veprim tjetër, dhe pastaj prapë po them, nëse qeveria mbetet kjo kështu me këtë qasje të gabuar, kam frikë se deshtem e nuk deshtem do të na përsëritet shtatori i vitit 2022, një diçka që nuk e dëshirojmë.